Koncentrimi maksimal për të pasur sukses me Manchester Unitedin ka bërë që Adnan Januzaj, futbollisti shqiptar të kjo skuadër, të mos mendoj për asnjë kombëtare tjetër. Në Manchester, babai i tij, Abedin Januzaj, ka konfirmuar për KTV-n se të gjitha raportimet dhe lajmet e nxjerra nga Federata Shqiptare e Futbollit se djali i tij do të luajë shpejt për Shqipërinë janë të pavërteta. Asnjëherë askush nga kombëtarja e Shqipërisë nuk na ka kontaktuar për të na pyetur për mundësinë e inkuadrimit, por për shkak të mënyrës se si kanë rrjedhur gjërat, edhe kur të na thërrasin do t'i refuzojmë, ka thënë Januzaj. Ai nuk ja ka mbyllur derën Belgjikës, por ka thënë se djali i tij është interesuar që të vazhdojë punën për të përparuar me kampionet anglez. Para pak javësh, Januzaj ka marrë numrin 44 dhe ka stërvitur me ekipin e parë. Ka gjasa që ai të jetë pjesë e ekipit të gjerë në ndeshjen e fundit kundër West Bromit. Trajneri në shkuarje i Manchester United, Sir Alex Ferguson, në disa raste ka thënë se Januzaj është një nga talentet që do të arrijë shumë në Old Trafford. Ferguson e ka shikuar nga afër Januzajn që ka shkëlqyer sërish me U21-shat në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së të Rinjve që United e fitoi kundër Liverpoolit. I lindur më 5 shkurt 1995 në Bruksel, por me prejardhje nga Istogu, Januzaj u transferua si 16 vjeçar nga Anderlehti dhe është quajtur bekam i ri.